bashkë me mu në këtë rrugtim, më ndihmon shumë motra. Është sikur ma soulmate, edhe nuk e di, kisha dash me gjetë një mënyrë me falenderu që është my biggest fan edhe supporter ever. Kur e mdalë në skenë, e kom pas emocionin e publikut, atë ndjenjën, atë kënaqësinë që te publikut të jashtëzakonshme, po jo edhe frikën prej publikut, që ndodh me pas ndonjëherë. Thjesht momentin kur u kthy Besa, unë mush emocionin tamam që më ka vyt me jap në skenë. Edhe u kon diçka jashtëzakonshme, prandaj e kom vendos, thash, it's okay edhe nëse s'kthehet kërkush tjetër, edhe nëse kthehen krejt, unë kom e vazhdu me Besën. Është interesante se Voice prej televizionit duket interesant, po nuk është interesant sa kur je jetu këtu. Edhe është përvojë shumë e mirë për secilin, është vështirë me përshkru çdo detaj, nganjëherë veç lodhesh prej provave të shumta, po në fund ditës kur e din që je pjesë e një spektakli kaq të madh, ja vlen bara që ron sipas meje. Edhe menoj që ka me kon një përvojë që s'ka me harru ta njëtën, shpresoj që ka me ndihmu me u ngrit në tarmën si artist, kjo përvojë. Me Blind i kom tregu vetës që di me knu. Besimin që ma kanë dhënë trajnerët, do me thonë vetë se e kom bind vetën që di me knu. Betëja ka rëndësi se po du m'ju tregu edhe tjerëve. Po du me atë besimin që ma ka dhënë Besa me a shpagu. Është e rëndësishme për mu me dalë sa ma mire dhe unë edhe konkurentja e jam. Për shkak se performanca në battle është e përbashkët, nuk është veç me dalë unë e mirë, ajo jo, se nuk e shoh sikur një kundër një, është thjesht performancë e përbashkët, kënë zgjedh trajnera është punë e shijeve të saj. Edhe për mu ka me kon goxha emocionuese edhe kjo pjesë. Mu më bëhet qefi që jam me Redinelën, është e jashtëzakonshme për shkak se kena tipare të ndryshme si këngëtar. Është interesante edhe trajnerët që kanë mujtë me nxjerr për neve dyve për shkak se me dy personalitete krejt ndryshe, me i vu me një vend, duhet punë e jashtëzakonshme për më bëu diçka e mirë. Kështu që besoj që edhe pse krejt ndryshe ka me dalë diçka e bukur. Unë jam tip pak ma i fortë, kurse ajo është ma soft in skin, edhe besoj që ka më bëu një kombinim shumë i mirë. Imagine Dragons është kënga që, me thonë grupi që më pëlqen, kështu që I guess it's gonna be cool. Unë me Redinelën, kur e kam njoft si zo, jena shumë ndryshe në fakt. Edhe kur ma kam paraqit, kur na ka dhënë lajmin që jemi në battle bashkë, u kon, atin jam kon wow, se kom prit një përballë meje me kon një djalë paktën, se zo mashulli i fuqishëm, po në fakt i besoj trajnerëve plotësisht, besoj që ideja aty në është diçka më e madhe se çon kam mujt me e kuptu, edhe shpresoj që kam me kon performancë shumë e mirë, për shkak se ditën e parë nuk është që e kam kuptu, kurse gjatë provave kam pa që edhe kur bashkëpunojnë dy zona të ndryshme me dalë diçka e bukur. Kështu që besoj që performanca ka me kon e bukur edhe mendoj që këtë aty është qëllimi. Publikut qysh i servohet një performancë, nuk ka rëndësi cili fiton ose jo për publikun. Në fakt, për neve po për publikun është më rëndësi me u jep më e mira prej dyve. Është jashtëzakonshme, po mendoj është sikur një ëndër realitet. Ka pëlqyer shumë gjithçka me dy trajnerët, sidomos edhe me asistentin Eugentin, është një prej këngëtarëve të mi preferuar. Për Besën nuk e kam njoft shumë si personalitet, e kam njoft vetë si figurë në televizion, është jashtëzakonshme si person kur je do me thonë live me to. Është një përvojë që s'besoj që kam e harru edhe nuk e kisha ndryshu zgjedhjen time edhe me pas mundësinë ma vonë. Nuk e di kush fiton, du me fitu one. Fansat e The Voice, për video të tjera, klikoni këtu. Gjithashtu na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale dhe në faqen zyrtare të The Voice, @topvizchannel.tv.